është kryeminist? Kryeministri, kur hin kryeministri du të thonë kryeministri Rama. Po je kryeministri Bambos, Bando, që unë kem dhe mirë mbrëma kryeministri. Jo, Jo, ky është kryeministër i lpirës o bëthqirave, burr. Si e qërëpt. Ashtu, mbledh bëthqirat pasaj të vinë të thonë mirë mbrëma. E kom zavec kryeministër këtë që u futët e ky. Kryeministri i bëthqirave, legenave, ja kom unë thi, emrin, që ta di shtia profesor. I kom thonë, ti e kryeministri këtu në TikTok. Ja kom gjitë unë e këti kryeministër. Unë ja kom thonë faturën këti me vull, ti e kryeministër, i kom thonë, unë jam zvëndës kryeministër, i kom thonë. Titullin, jo faturën, titullin. Titullin, ta mon, vullën, bravo, me stamp ja kom thonë, babi kom thonë e merita, ja kom thonë letrat në dorë këti une. Që ta di shti. Po përse ja ke dhenë, përse e meriton atë kryeministri këtyre? Sepse edhe tashi edhe ti o profesori për ju kohë ki pas qep me konë shoku i Semit. S'ka njëri në TikTok se unë sytë e mi nuk e kanë pa halësi kanë desh ky me të tonë atall. Të tonë ju ka fëndua me polaritetin. Ore, ai që shoku atë gjoj sekond Bando, se i shkëpusin këta nesër, unë jam i kujdesshëm tani nuk dua të bëhem meme. Vlla, ky ka tall kari me ata që kanë pranuar. Ky e ka hedhur talljen, kush e ka kapur, ka vazhduar programin ky. Unë për veten time, raportin që ka me Semin, raport TikTok-u vlla, janë aq sa duhet për të qenë që unë të jem okay me veten time, Semi është okay me veten, edhe kaq. Bando, kam në një interes me ty unë TikTok? O vlla, më respekton të respektoj. Ka që kam edhe me Semi. Mos na ndro muhabet o profesor. Jo, ndro muhabet. Lutem, se ti je shumë i zgjuar. Je shumë i zgjuar dhe kapacitin tonë nuk ka njëri si e mo. Edhe njërë tjetër, ta them, unë falenderoj Zotin, dhe ti mate ti me, që më beri me ca gjëra këtu brënda, që nuk kam nevoj për të jetuar me lekët e dikujt si punë e Semit që ti lëpijem. Që ka këtu vlla, që i lëpijem Semit, janë pa fund. Nuk po them që ju ke lepi, nuk po them që ju ke lepi, as i ke lyp. Po thjesht ke pas shef me kon shoku i ti ke pas, unë të kom pa me sytë e mi. Mus ma të këtë që kanë ti. Raportin për ta pasur shok, apo për të më pasur shok, dhe ta them me bindje unëre. Që të kesh shok një njeri që ka mundësi, që ka vizion, që 100 bytë e një 500 veta, që është ai që s'do ta ketë shok, o vlla, se e ke shok të fort. Që është ai që s'do ta ketë, tani ketë kemi shok. Kemi njëri që hap TikTok-u të marrë makarona? Që duam atë shok? Unë s'jam për makarona, o vlla. Atëherë pse se merito ky me thon kryeministër? Po jo kryeministri i bëthqirave, ore. Edhe i pa bëthqirave on ky. Ore se ju interpreton keq, o Bando. Ore Bando dhe shive e motër. Ore gjoj një sekondë gjore. Në ka pas, ore, në ka qenë një njeri që është munduar ta sulmoj Semin me argumenta, kam qenë unë. Me argumenta, jo kështu llafe koti pazari, ore. Me argumenta, o shok. Dhe në ka qenë një njeri që e ka vërtetuar që o vlla, unë i kam thjesht shifra dhe është vërtet kështu, ka qenë ky dhe ka vërtetuar, o çati them unë tani, të vazhdoj llaka kota. Çfarë muhabeti bën o Bando? Po të dalë jo njëri ta masi forcën ekonomike me këta të nxjerrë numrat live. Njerëzit janë me minus o luftojnë për makarona, se i qive mondrën. Që e them edhe atë pjesën tjetër, që i duhet TikTok-u këti që i duhet. Këte e them unë, s'mi që ta mendja, që i duhet ti TikTok, o vlla, ti këtë shkoj Terezit për gjëra tjera. Po e ka adrenalin, do të rinë TikTok, do të talli trapin, mire ben. E ka adrenalinu, si që jemi ne, e ka dhe adrenalin, ka qefet e veta. Kush i lëpijet pastaj, ka mënyra. Dhe t'i lëpijen. Po, fol kryeministër. Përgëzoj për tavolinat. Shumë faleminderit. Nesër është shumë lojë e madhe, do jenë rreth 200.000 pound lojë, do të marr me kamerë, do ta tregoj. Nesër do jetë bomba. Do jetë shumë lojë e bukur nesër. Unë e kënaqta kur shoh sukseset e njerëzit. Trujt të madhe se sukses me djerës të ballit, vlla, edhe me forcat e krahut. Fiks. Përdor edhe mendjen në njërë, o Bando.
kuptoj. Bando, edhe me cervel, ore, nuk duhet vetëm me kuore me takato. Duhet edhe cervel në njërë. Me çeveri e ka i bojmë shto, profesor, si ka i bojmë me takat. Takatin e kena përdor kur na desh më përdor. Drejt, edhe ai qëndron. Sot ditë sotit po përdorim trunin edhe po ecim para. Inshallah, pa më mirë o Bando. Inshallah, më mirë të pafshim. Klevisi nuk më ka pëlqyer që e ke fragmentuar. Falni, unë hina mi auru banditit se i pas tavolinën që i kish përgatit i ka njës. Ciao. Ose ndryzoj. Ciao. Klevisi nuk nga mirë që e ke legenos, e ke myt, e ke nën pa bukën, e varë fra bish. A zhunaf, ke pak mëshirë. Ore Bando, gjëjnë sekundë. Ke pak mëshirë. Ore, a do troq. Trosh. E do troq, po. Ka vajtur Kapua, Dajua, një person në Vlorë që i ne i themi Dajo, ka vajtur Fabio Lala, diskutuar me njëri tjetri, kemi diskutuar edhe me shok në Amerikë, edhe me mua, edhe tham, do vemi, t'i shikojmë shpinë, t'ja rregullojmë. Dhe e kishim vendosur me njëri tjetrin, do vinim na 10.000 secili, i bënim shpinë. Ulen tavolin dhe i themi Klevisit që o Klevis të paktën ti rregullo këtë mu TikToku që hajde këtu edhe ku vete. Fol se të më kanë gjella, fol. Ti është e bon reply, fol, ti mund të kuptoj. Dhe ulet Klevisin tavolin me Dajon edhe me këtë personin tjetër dhe po mundojshin këta të rregullonin TikTokun, no vlla, me PayPal që ti merrte lekët e bankës ti. Që këta nuk është se kanë shumë i den në këto muhabetet e TikTokut, e kupton? Klevisi në një moment i thot, çaj thotë, edhe ti do shikosh kodin e PayPalit tim i thotë. Se telefoni këtu i thotë, edhe ja merr telefonin aty në dora. I thot ky ore thot, ç'a po bën i thot, do Klevis. Jo thotë ta di vetëm unë kodin i thotë. Dërkoj një njeri i vlla që ky e merr telefon 5 vjet rresht apo 10 vjet rresht, sa ka telefon në dorë. Dhe i thot, më duhen 50.000 lekë, më duhen 100.000 lekë, më duhen kaq kështu, më duhen kaq ashtu, dhe i thot, na, ore tërkon, ore. Doli iPhone 17, na, ore, se po ta ble unë, ore, se më plase, del me atë mirë në live, na. Tani si ti thoshti ati robi, unë s'kam besim të këty. Edhe si mos të reagoj unë pasandaj, që ta di publiku të vërtetën, kur ti shfaq mos besim të një rob që ka 10 vjet, që nuk të thot kur jo. Okej, jam dakord. Okej, ai musliman i devotshëm. Are Bando fillove tani me politika jo muslimane e krishterë të Allahut. Okej, ai e njëri i Zotit o vëlla. Po ti ai e njëri i Zotit? Se morëm ja rregullu prap shtëpinë. Për hatër nënës ti. Po kur nuk ta di? I Klevisi. Klevisi është legend, është djali i pa besë, është 99. Po. Ti je 3 vjet me Klevisin live çdo ditë. 3 vjet, jo, po një vit e gjysmë për shembull. 2 vjet, ti më unë më më shumë. Okej, 2 vjet. Ti rregulloj menaxheri, ka menaxheraj. Pse më ja rregullu hatri nënës, veç më rregulluar. A e diti që ai televizori që unë i kam çuar Klevisit para Gjo Bando dëgjoj. A e diti që televizori që unë i kam çuar Klevisit para 6 vitesh? Klevisi, dëgjoj këtu dëgjore. E diti që atë televizorin që kam çuar Klevisit me duart e mia te shtëpia, Klevisi ma theu në sytë dhe më tha urdhë. E ke po Klevisi e ignoranta më na e dim këtë. A e diti që Rudian Balliu ti tha, hajde shkul plakat mi merr na shtëpia, se nuk ti dua? Po se ndoshta e keni përmend ju. Askush ore. Zero, e ka nga truri. Pse ka pas? E ka nga truri, Okej, ai smur djali, jo shikesh di. Po vlla, po ne kaq mundu, mos mundemi me ata. Ti je djali inteligjent, po jam inteligjent, po tani të më shajti Ore Bando Klevisit. Ha? Të merrati pro Klevisit. Ore vlla, ne kemi dhënë maksimumin ton. Nëse ka ndonjë që nuk ka bërë asgjë për Klevisin, le të ndihmoj vlla, le të bëj. Kaqo. Klevisi e ka shtëpinë nga dita 1 edhe deri sot 6 vjet. Klevisi është në të njëjtën hap, në të njëjtën gjendje. Ne i themi na ndiq ne që të ndryshosh o vlla, stop ndoqe botën. Ai thot juve su besojun, besoj botën. Po iko me botën pastaj. Se kemi vlla Klevisin ora. Ik me botën, vri vetën, e vlla ta kish do ti thosh na lodhe o shok. Kaq ko na lodhe. Okej, a ke pas mundësi me e lënë rahat, po jo me janë al bukën e gojës. Jo,
unë kam bërë një gjë bando, se ti interpretojë si të duash. Klevis Çela. Çka kom pa me sytë mi më ka interpretoj. Jo çka. Okej, tani unë ty them këtë. Bando, në qoftë se Klevis Çela fillon edhe rregullon shtëpinë, njerëzit do t'i përgjigjen vëlla. Po qoftë se Klevis Çela i merr lekët që ja hedh populli dhe vetë Los Bixhos, njerëzit s'kam se t'i hedhin lekë vëlla. Okej, njerëz ta e din se lu Bixhos. Pre vëlla, këta mendonin se ai e kishte shtëpinë rregullore, prandaj vazhdonin këta. Okej, ti e di që lu Bixhos, po di, e di. Po, dhe unë e shpalosa. Okej, ti për shkak të se puna Klevis po im ka tim mbledhim do lek me çunat me shok, më se na vjen keq për ty. Edhe e ka tabim një herë me të montu banjën që nëna jote të ketë moshën kushtet të mira për jetesë. Shnet, vi njerëz ja po kur ne ja kemi nisur një herë dhe ai ka marrë ka vajtë te Marina. Po, gabim jot, pse ja ke nis kur diçka tip jam? Pse ja ke nis? E po ne nuk do bëjmë prova me Klevisin, o vëlla. Okej, kur e ke ditë mor profesor se i lele Bixhos. Po jo mor bando se nuk jetojmë me Klevisin e ore. Klevisi tregonte një mur të bardhë dhe nuk tregonte gjë tjetër. Shive, në më Kardar Mërturi. përshëndes o Kardar Mërdite, I love you my brother. Na çeta ndër. Qeta juaj. Që desha me thonë profe, që pa u mërzit ti dhe nështë adhëm jem gabim, nështë adhës jem gabim. E di. Po me mendimin tim, O Fabio, me mendimin tim, Vlla, si t'ka me që e keni pas për zemër, si ke qenë? marrni ma beti, se flasë mrava. E je burri fort, ba. Mirë, vëlla, si ke qenë, si ke kaluar? Po e lexova i lajm shpar për babalën i vërtet. Po i vërteto, po më para e nxori top qendri se sa e morë vesh ne, vëlla. Që. Po se kanë vendosur akoma ata ndej. Fritë ta vendosin këto ditë. Na, më dërme nis Jo, për kemi vendos. Po, Jo, për 135. Sa ma shpejt vlat vijë dhe pak burgët del. inshallah do zoti vëlla lirim gjithëve atyre Më ka bëjmë muhabet në fiksuar burse i shoh memet, se më dalin memet e profesorit, më dalin ndodhe meme shtuparë dhe unë i shoh vëlla. Edhe për shkak të ka thënë, a zhunat tani ze Klevisin, këtë e kena takatin është ta më jap më dëm ose këtë e kena takatin me ul se shash ka takat ka Klevisi. Mu për zotin më ka shajt dhe si kom bon zhon, ka Sa në do bandë. profja o bando Po jam janë unë, shke mu më duket një, po kjo ka mundësi me një mua, për shtaj them ka i thëmë, më ka i drejtojnë akti. Ore bando po na qine janë në vëlla, po na merr në përkem kopi. Ore bando dëgjoj. Kesmonje shky? Bando, do më bësh të flas. Bando. Hapur fare u burr, po na ashu tani. Rrogullaja bajnë, rrogullaja O, levin. vlla. S'ke keq, ball. O vëlla, do dëgjoj me kujdes ore. Se po na ashu. O vëlla i kanë gjuajtur miliona euro. O vëlla na çon të njëjtin mesazh mua, banditit, Fabios, Dajos, Dopes, tjetrit. O vëlla, na i çon copy paste të njëjtin mesazh, o çojemi në mëngjes, më duhet 100 euro se s'kam lek për bukë. Të gjithës një shoqëri, o vëlla. Të gjithës një shoqëri, o shok. Okej, po paktën mos ja ngushto fytin. Lçon pllauka, ik, çdo O vëlla, dëgjoj tani me kujdes. Ai e di çfarë duhet bëj tani. Ai në qoftë se nuk rregullon shtëpinë me ato lekë që njerëzit i hedhin, ai nuk del dot bëj TikTok online vëlla. Dhe ajo që un kam bërë është, o Klevis po, rregullo dhomën, aty skam. Për çfarë arsye o bando heqin bukën këta që japin lekore, nuk i gjejnë rrugëve. Ja, ma ja, nuk eshin bukën, ta po këta i kanë lek për cisemi, kanë lek edhe i zhujnë. Edhe unë nesër mi pasur e mundësi i zhujnë, po nuk e kom çfarë mundësi se du më ndërtu jetën time. Shnet. Ore shumë mirë o bando. O bando, dëgjoj një sekond. Nuk i zhuj kush, por nuk i zhuj as ti profesor, 3000 euro mos mi pas mundësi ta profesor, nuk i zhuj. Atë folim realist. Nuk e këti bukë negozmi. Dakord, ore, i gjuaj se ka mundësinë, ore, se po mos kem zgjuaj. Dakord. Tani o bando, a mos po i themi keq në ati, rregullo shtëpinë me lekët që merr, mos i prish lart e poshtë. O vlla, sa lek do bando për t'u lyer një shtëpi, më thuaj. Po sa do mos s'do shumë me lyer shtëpi. Po sa dore vlla, hajde më thuaj, sa bën? Nuk i di shmimet, nuk i di shmimet. Në Angli o në Angli sa bën? Në Angli. Sa do më burr, sa bën 1000 euro më për me lyer krejt. Po kur ai bën 1000 euro për një natë kur los me ne, pse nuk vete të lyej shtëpinë ditën tjetër? Tabi. Tipi. Ja, tipi. Has 21 Albania boys. Okej, sa vëlla, po do drim pak.
Ke të fala na babale o Fabio se më ka thënë kur kemi folur, keni hyrë me Fabio, na keni ashtu, më ka pyet disa herë. Bërëzer, unë e mbaj TikTok-un e mbyll, ja ka 1-2 ditë e kam zbrit. Pra ne pa kam heqë dhe follow gjithë, nuk po e përdor ma, për kryt nanës. Nuk futëm ma pare. Jo thjesht se më ka thënë gjithmonë kur kemi folur, edhe më ka pyet, më ka thënë mi bëjt Po fala. lexova Atlani, mbra më bën zemra mal. Po me ato jemi marrë, kemi kaq kohë dhe shqyr Zotit që ta sjellim poshtë, nuk duam të flasim, s'kemi dashur as na, jo s'kam folur. Mos e diskuto fare. O bando, të keqen vllaj, nuk ke përdor vllaj TikTok-un. E zbrita dje dhe mbaj 1-2 ditë. E fshi fare vllaj, nuk futem ma vllaj. Se na marrë vllaj, man. Për zot, mirë ja ke bën, as mos u fut më fare. Keni ushit me çuna se Ke si duhet më WhatsApp-in kur do Jo, jema respektoj. për çfarë dush. Se më tha dikush tash morin telefon për ne futa, se kush ishte këtu një zoragji, e se qa po të thote. E di se kam Thoshte po përmenda Fabio, unë i thoshte ty t'i ikën fytyra Lera në mos e tamba. banditi me... O profe, banditi, zume i zënë do emrat tjerë, janë do që una vlla që më kanë respektu jashtë mase. E kupton? Kur nuk më kanë thënë një fjalë të keqe, betohen. Jo, do t'i respektosh njerëzit si të respektojnë vlla, se është reciproke. Jo, Jo pa janë vlojës quna që nesër edhe ty vlla, kismet zotit, do të takoj jashtë vlla, ndë njerë që i kam da mi janë të në TikTok. Nuk janë shumë, janë pak, po ama kam respekt pasër, o vlla. A kupton s'kemi pasës interes të njëni tjetri asë gjë, thjesht ja kemi dhënë gradat njëni tjetrit ashtu si që meriton. E drejt vlla, e drejt. Po çuna Po them babalja nesër do flas me të edhe të shikojmë çfarë i kanë thënë aty sot, se priste sot i thoshin diçka, po sot s'kan Po folur. kishte dalë mlajë, Nesër. ai. Po si datë nuk i ka dalë data. E shojnë për Shqipëni, po. Një datë. Për Shqipëri erdhej se ka 15 ditë që është vendosur si vendim, po ngelet vetëm ajo tani që t'i japin datën se kur do iki. E shojnë Edhe o bando ja kanë heq burgun e përjetshëm. Ja kanë lanë bite. Nga momenti që ja kanë lanë bite në Shqipëri, Me ka gjys për gjys. Ka opsione, gjithsesi ka opsione. Ka opsione se duhet shko. Ka opsione. po Sovela po, o vajzë, po zemra. Mos harroj timin, fare. Go bando, qa ka banditi? Banditi se kush i shkruan andeja, na privati. Jo, të mota banditi është kush ka revoltona kush është zona se vërtetë edhe kam sa me diskutuar me ju. Qa bënda, mirje. Ore bando po revoltohesh me të drejtore sepse di vetëm ato që di, e kupton, nuk i di të gjitha. Edhe për zotin e profesor ndoshta duhet na çështë tip shumë nervë, because po e ka disa zemrën e mirë kam. Vjen shumë keq për njerëzit. Vjen shumë për zotin, vjen shumë keq. Ore di që e robi mirë, ore, për këtë betojmë me di, ore, nuk e vën diskutim. Vjen shumë keq di, për ore, njerëzit. di, ore. Sa do gjena janë, sa do bëj shira janë prap kam shir. Kam shir për njerëzit. Kam edhe kam shir të madhe. Babacan, come at you, brother. Come, I'm close to here. Okej, në vëllëm. Të mora vujtë dhe Do, mirë është, edhe mu më bje keq për njerëzit, kur është mundësi jam me një mund, vla, duhet një mund, dikush. Janë do njerëz që me bëmë pas ta kap të shkelin me kam. Jo të shkeli me keme, Fabio, po... Suhet, po ikse na hangre karin, po ikse po të shqit nejnë e familjes. I gara dreqa nej, ishe që Po provo, ke bon, ke Naturin. shumë më suele, se s'm ka shasa, po ja si pisin, veç ma trego kuan. po t'ishe burë ti, Fabio shkojnë protest, po më pjesë satan, po. Lere se qa rëplan. E qa në gajtë. Po provo, po i kanë ka bo shumë replikë, i kanë ka bo shumë replikë, nuk e
Më ke mërzit, më ke largu, nuk ma ke hap live 2-3 herë, si të kom mërzit dikun e vendos, se çka ke me mua. Jo, dhe nuk kam asgjë. Unë i shkretim për zotin as i gjanë s'të marr, as famë s'të marr, as me tu nuk, as i gjanë profe. Ore fare, vetëm që më kishe iq follow, edhe pra të pjesë, ore edhe Fabio nëre. E du fort, kam respekt, kemi shoqëri të përbashkët. O vlla, s'ka bërë asnjë follow, nuk e kam follow. E kupton? Ka lidhje më vaj follow, kemi WhatsApp-ët e njëri tjetrit. Ne kemi WhatsApp-in e njëri tjetrit, flasim, shoqërinë e kemi, respektin e ruajmë. Kaq. Ty s'ka të ngel qefi. Po bane pa, kam pa, e ba gjelos, ka ba njerëz lek në TikTok. Për qa? Je revoltu pak me në quna, se kanë vazhdu ka bojnë lek. Dëgjoj sekund, bando. Tani, lek bën edhe ti, lek bëj edhe unë, lek bën edhe ky që nga burgu. Puna herë, se si i bën lekët, o vlla. Okej, kur e shiti Fabio Lala makinën, 2000, e sa lek e shiti e boni me punë? 26. 26 e shiti, bravo. Psa e makinë sa lek bon? Beri 10 ditë shorte, 10 ditë kam thënë o çuna po e shet 68.000 euro më shumë, nuk i bën aq lek. Okej, nuk ty e Po super. bando, i që të se në lodhi, o vla. Ua më burse makinë më na qete. O çuna bën një blok. Se sonë pa suela e pash më të shijuar. Okej, po pse u pengove ti te gofondi që e ka bën Eli për shembull? Pse e pengove ti zot? Nuk dua ta shoh fare për gjëra që dua fare të komentoj. Po deshe. Zero. Unë kam folur në vjetë përgjithshme bando, dëgjoj me kujdes, bando. Kam gjuar shumë lek janë çtash, kam gjuar në kaj 1000 euro. Më dëgjoj me kujdes, bandit. Unë kam folur në vija të përgjithshme. Dhe kam folur për gjëra që më duken të egzageruara. Unë nuk kam folur në veçanti për asnjë person. E kupton? Kaq. Ka dikush që nuk i pëlqen dhe e merr personale, nuk është fare im vlla. Unë kam folur në vija të përgjithshme. Profesor, ta thot vllai i që këtu fol kod vlla, luash kod o Byrazer se nuk të kuptojnë vlla. A di më disja ju bravo çon. O Fabio, ideja është ja thash unë edhe O Byrazer, lodhesh kod këtu se nuk të kuptojnë vlla. Fol ndash me gjithë shpirt, ndash fol pasër. Tu nuk vlla, po patën interes të duhen da ditë që kanë interes, nesmen nuk kanë interes më. Tellin poshtë, profesor, mos u lodh kod o Byrazer. Mos hum një kod kohë. Unë kam arrit me kuptu këtë, ka dërë zoti, e kam bind vetën, e thash, është e vetë një gjam jetë që jam bo pishmon, që jam përqëtu vlla. Të nuk të kuptojnë o vlla, edhe të kuptojnë, e dinë se cila është, e dinë që të folë diçka të vërtet, edhe të sakt, për i nati, ta këthejnë 360 gradë, s'ti japin ato merita që i meritojnë. Edhe ajo vërtet është. Lodhesh kot të Byrazer, se edhe unë dikur folja me shpirt, se folja... Rap shtëpi, jam shumë kurioz me ditë. Jam shumë kurioz me ditë se unë jam 27 vjeçor profesor, ti mund të jesh 37, 36. It doesn't matter. Je një dekat si për me. Po. Okej, jeni shkanth, jeni të zgjut, e di, famën e keni kap, po shaka ju duhet valla, se kuptoj. Për shembull, që të mosh si ke artimën e shojetën, thon me kon 30 sa vjeç, thon çka ka ndun harxhej koshtin me njerëz katër. Me ik me bëni gjë. O bando. Ne ke zgjidhur këtë do jetë, ua çfarë fikimi ke? Tani, unë në këtë rrjet social hyj në dark zakonisht në orët e vonur. Kupton? Kur kam kohë të lirë se nuk hyj çdo natë. TikToku më ka bërë të njoh bando shumë njerëz të mirë. Kam njohur me vërtetëre, njerëz të mirë o valla. Normale se ka valla. Kam njohur njerëz të mirë o bando. Kush është njëri i mirë për ty në TikTok? Ti? Kush është? Kush është njëri i mirë për mua? Unë në TikTok bando kam njohur njerëz që nëpërmjet TikTokut sot i njoh në jetë reale dhe punoj me ta. Nëpërmjet TikTokut i njoh në jetë reale dhe kam hapur biznes me ta. I njoh nëpërmjet TikTokut dhe i respektoj dhe më respektojnë pas një lloj interesi personal, por duke punuar bashkë me njëri tjetrin,
sepse e njohim njëri tjetrin. Dhe kam njohur edhe njerëz siç është Babalja vëlla që është në Burg, që sinqerisht mundohem me shpirt, me aq sa mundem, ti përgjigjem në çdo telefonat që më bën, për aq sa kam mundësi. Kam njohur shumë njerëz që kanë bërë edhe mirë bando dhe kam krijuar një grup njerëzish që më ndjekin këtu bandit që kanë respekt dhe vlerësim për mua. Nuk kam çilimin. Po Pablo, asgjë nuk e vën diskutim. Kam njohur shumë njerëz që sinqerisht vëlla më respektojnë dhe I respektoj për atë që jam dhe për atë që janë. Unë nuk I shikoj tifoza këta bando që më ndjekin. Unë nuk I shikoj fansa. Ta them me pastërtim e shpirt, do bando. I kam shok, I kam miqore, nuk I kam fansa, unë o vlla. Qa vip kari jam, unë nuk jam vip, unë o vlla. Vip la ta quaj veten kush është vipëre. Unë nuk jam vip, unë nuk kam fam, o vlla. Unë I kam njerëz këtu, më të shumtit janë njerëz që I kam ndihmuar me shpirt, me zemër. Gjeti mos se fam të zë. Nuk, o vlla, I kam çunat dhe gocat këtu më të shumtë që I njoh personalisht, ore çka kam këtu, o vlla, nuk I kam njerëz unë që t'ja lexoj komentin kotore. Mua më vjen rend. Me namet person me thonë jepu 3.000 veta në live, o profe, po se ashirot. Bando, unë di të them vetëm kaq. Sot më ka marrë telefon djali Xhaxhaj dhe më tha, ore tha, Aldi Berberi tha në Berat, tha, ka bërë një 2 komente, tha, mos kanë ngel qefi, tha, që si ke kthyer përgjigje. I thash çfarë po thuare? Se kam parë, I thash o shok. Unë kam ngel qefi. Tani unë nuk I shikoj këta vëlla tifoza. Unë u kthej përgjigje një. Ai që më shikon më shumë si orar bando është Niku. Ban mend që kemi bërë një lojë bashk. Niku është ai vëlla që unë I dërgova ato të ardhurat e lojës, që gjuajta vetes time unë. E kuptoni, I dërgova lekët e mia në një xhep, I dërgova te Niku. Fitova dhe lojën, ja dërgova te Niku ç'a mora. Dhe Niku vëlla më ka ndjekur më shumë se të gjithë para se ta ndihmoja dhe më ndjek më shumë nga të gjithë prap mbasi e ndihmova. Për mua është vlerësim o bando se më ndiqte edhe para se unë ta ndihmoja, nuk e ka interes ai tani. Se unë s'do lidh jetën time me Nikun. Niku ka familjen e vet, ka fëmijë, është djalë zotri, o vëlla. Këmbët nuk ka, po zemrën e ka të madhe. Ama unë për këto jam, o vëlla. Më thuaj një herë të vetme që Niku më ka ardhur në live dhe nuk e kam përshëndetur, sepse është burr karshimeje, është mosh më e madhe. Edhe stopoj kur e përshëndes, sepse e ndjej situatën që ka. Nuk I kam fansa unë, o vëlla. Unë I kam